3 maj, dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit na vjen si një kujtesë e fortë për rolin që media luan në një shoqëri demokratike si që jemi ne. E për sot, kjo liri përballet me sfida shumë të reja, moderne, nga cenzura e fshehtë te lajmet e rreme, nga presionet politike dhe ekonomike, te ndikimi i rrjeteve sociale dhe krisa e besueshmërisë që kanë. Sa e lirë është sot fjala, kush e kontrollon informacionin dhe si mund të mbrojmë gazetarin nga kërcënimet e kohës sotme? Për të folur për këtë tema, kemi kënaqësinë në studio sot të kemi edhe kolegun ton, një gazetar shembullor, Fisnik Gjemaili. Fisnik, mirë se Xhelili kërkoj ndjes. Mirë se erdhe në studio. Kam nder të kem një koleg në studio i cili i din hallet, i din problematikat dhe mund të flet lirshëm për gjithçka, për një ditë kaq të madhe siç është edhe një festë për të ne për gjithë gazetarët. Patjetër, faleminderit shumë, kënaqësi t'jem. E thash se liria e shtypit tani po përballet edhe me sfida moderne. A është më e vështirë sot të jesh një gazetar i lirë? Po shihe, është çështje diskutabile. Sot, pa diskutim, është më e thjeshtë të jesh një gazetar i lirë, ndoshta se në të kaluarën, mirë po edhe liria e medias apo mediat në përgjithësi ballafaqohen me sfidat e kohës, sepse me kalimin e viteve lindin edhe sfida të reja, në ndërkohë që ne jemi duke tentuar të zgjidhim disa sfida nga e kaluara, na dalin sfidat e reja dhe sikur disa nga to po i zgjidhim, disa nga to nuk po i zgjidhim, mirë po në vendin ton konsideroj se liria e medias apo mediat në përgjithësi radhiten diku, këto nuk është se po e them edhe unë, por e thonë edhe studime dhe ulumtime, raporte të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, se Maqedonia e Veriut ka një nivel mesatar të lirisë së medias. Do të thonë nuk jemi as më të fundit as këndi jemi, por gjithmonë që ka hapësira për të përmirësuar dhe kjo duhet të punohet në atë drejtim. Po kush janë kërcënimet më të mëdha sot ndaj lirisë së shtypit në këtë epokë moderne sipas neve? Nëse flasim në vendin ton, janë të ndryshme. Do me thonë, fillojnë që nga sulmet ndaj gazetarëve, kërcënimet të ndryshme, sulme edhe fizike, të cilat I kemi hasur edhe vitin e fundit, kemi pasur disa raste dhunë fizike ndaj gazetarëve, sulme në përtubime partijake, pastaj është cenzura, vetë cenzura, dhuna në forma të ndryshme e cila po shfaqet dhe lloje të ndryshme. Pastaj janë edhe kërcënimet të ndryshme, nëse mund t'i quajmë nga ana e institucioneve, thirrja në biseda informative, ndalimi I bërjes së punës në terren, incizimit apo I gjërave të ndryshme. Janë këto ndonjëherë edhe gjëra të vogla, mirë po kur I mbledhim në fund të ditës për një vit apo për shumë vite, shohim se domethënë ajo vazoja 1, 2, 3 dhe gjithë këto mbushet dhe ndoshta në fund të ditës ndikon që të stepemi të bëjmë progres apo regres në fund të ditës. E përmende dhunën, a mendon se dhuna tani shkaqet e dhunës janë arsyeja se jemi më të zëshëm për dallim nga koha e kaluar? Vetëm kërkoj ndjes, sepse kemi më hapësirë dhe më liri të marrim lirin dhe të themi atë që në fakt shikuesit apo lexuesit duan ta lexojnë dhe më herët ndoshta është shkruar ashtu siç është diktuar. Unë mendoj që ditët e sotme më shumë është e përhapur dhuna verbale, sidomos kjo në rrjetet sociale, për dallim mendoj se nga kjo ana fizike rastet janë të reduktuara, ndoshta sepse ka edhe rregulla, ligje më strikte të cilat po I mbrojnë gazetarët, mirë po kemi një, siç e thash në fillim, një hall tjetër që është kjo dhuna verbale, sulmet kibernetike, ku çdo kush mendon se ka të drejtën të thotë gjithçka që mendon për personin tjetër, pa e menduar se mund ta cënojnë në profesionin e tij, në lirinë e tij, në privatësinë e tij, mendojnë se ndoshta një gazetar del në televizor apo del në një media dhe ajo është, domethënë, mund të thuan çfarë do për atë që në raste të ndryshme edhe komentues të ndryshëm kanë marrë edhe paditë ndryshme nga vetë gazetarë që është mirë për t'u vetëdijsuar, kanë marrë edhe dënime të ndryshme dhe ditëve të fundit po lexoja një postim, dikush kishin komentuar ndaj një gazetari apo ndaj një analisti, nuk është me rëndësi çfarë ishte. Pak rëndësi, po. Po dhe ishte dënuar, domethënë komentuesi dhe po bëheshin thirrje në rrjetet sociale që
mos thoni çfarë mendoni për gazetarët, mos i ofendoni sepse në fund të ditës është një gjë e trishtë sepse njeriu në shtëpi dhe hedh vrerin ndaj një gazetari i cili ka bërë vetëm punën e vet. Patjetër. Asgjë tjetër. Ka sjellur një lajm, për ty ndoshta është i hidhur, po kjo është e vërteta dhe dikush tjetër rrin në shtëpi dhe hedh vrer ndaj teje, ashtu është duke ndetur, duke pirë një çaj në kolltukun e vet dhe shkruan ti je kështu, vetëm se nuk i je përshtatur politikave të kokës së tij. Patjetër, sepse shumica e ngatrojnë këto. Mendoj se ne nëse bëjmë një lajm për një paregullsi, nuk e shohin atë se ne e trajtojmë fenomenin, nuk po merremi fare me individin apo kush është, e marrin si përse po e sulmoni këtë person, përse po e sulmoni atë institucion që nuk është qëllimi në fund të ditës, sepse kjo është puna jonë, t'i raportojmë, t'i nxjerrim në pa drejtësi, të gjithë të dinë se çfarë po ndodh dhe jo t'i fshehim ata si do donte dikush. Fiks. E ku jemi te cenzura? Dikur ishte shumë e hapur cenzura, ndërsa sot ndodh në mënyrë më të fshehtë. Pak më të fshehtë se më herët. Më herët e dishim se jemi të cenzuruar, nuk guxojmë ta prekim këtë temë, nuk guxojmë këtë. Tani e kemi demokracia është në patjetër e keni që mund të shkruani gjithçka, po prap, ndoshta ndonjëherë nuk guxoni të shkruani gjithçka. Si po ndikon kjo tek ne tani? Po kjo varet, domethënë, nga media në media. Ne të gjithë jemi, domethënë, Maqedonia e Veriut është një vend shumë i vogël dhe pak a shumë e dim kush ku si anon dhe çfarë, mirë po është një problem i cili nuk padyshim se nuk mund të ta zhdukim atë. Ekzistojnë tentativa të ndryshme pa diskutim, qofshin ato direkte apo indirekte, mirë po kjo varet edhe se si janë të rregulluara mediat në vetë funksionimin e tyre, cilat janë lidhjet e tyre me biznesin, me politikën, dhe është domethënë një zinxhir shumë i madh, një hallk me shumë zinxhire e cila ndikon në këtë. Mendoj se ka media në vendin tonë të cilat po i rezistojnë këtyre ndikimeve të jashtme, sadoqoftë që po mundohen të ndikojnë mbi politikën redaktuese të medias apo mbi vetë gazetarët, mirë po në përgjithësi mendoj se situata nuk është edhe aq e keqe, por që ka hapësirë për përmirësim patjetër. Po vetë cenzura është si ndikon se është kthyer edhe në sfidën kryesore për një gazetar. Si po mendon se vetë cenzura tani po ndikon? Po vetë cenzura, domethënë, edhe kjo varet se si domethënë gazetarët në cilin medium po punojnë dhe se si ata media kanë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të hierarkisë, sepse një gazetar pavarësisht se sa ndoshta i guximshëm mund të jetë apo se sa informacion mund të ketë, në qoftë se po punon në një shtëpi mediatike e cila në fund të ditës redaktori nuk ja aprovon produktin final, atëherë çfarë mund të ndodh, por vetë cenzura mendoj se vjen si rezultat i faktoreve të ndryshme, qofshin këto ndoshta nga bisedat e përditshme me kolegë, me miq, ndoshta po mendojnë pasojat të cilat mund t'ju vinë nëse prekin një temë të caktuar, sepse pastaj është edhe kjo lidhja e biznesit me politikën. Është një zinxhir që nëse i futesh nuk ka fund. Se si mund të ndikojnë dhe kjo mund t'jetë ndoshta arsyeja kryesore se përse gazetarët nuk po i prekin disa tema të caktuara, por që duhet t'i prekin, sepse në fund të ditës publiku duhet të informohet për atë se çfarë po ndodh në vendin tonë. Padyshim flasim gjithnjë për çështjet e interesit publik, sepse çështjet e interesit privat nuk është se po na interesojnë, mirë po për çështjet e interesit publik, sidomos për taksat e qytetarëve, se ku shkojnë taksat e qytetarëve, gazetarët nuk duhet të frigojnë absolutisht që t'i prekin këto, edhe sa më shumë, aq më mirë, që t'i nxjerrin në pa të gjitha keqpërdorimet e të gjitha padrejtësitë, të gjitha shkeljet që po bëhen në këtë drejtim, e që në vendin tonë fatkeqësisht janë shumë, po shohim për çdo ditë po lexojmë, sidomos këtë periudhën e fundit, nuk mund të ju dalim në fund kumtesave nga ana e prokurorisë, të cilat po i ndjekin këto raste nga funksionar shtetëror, të tanishëm, të paraprak. Presioni politik luan rol në shtypin e lirë? Varet se sa, domethënë, përsëri jam të ajo se sa mediat janë të lidhura me politikën, çfarë qëndrimi kanë. A ka raste kur kërcënohen nga politika vetë gazetarët? Po ka raste të ndryshme, qofshin këto direkte edhe indirekte, kur fillimisht, domethënë, nëse prek ndonjë temë më të lehtë, ato janë më të buta, do kisha thënë, një kafe, një kështu, aty fillon e gjitha dhe pastaj delte ajo më, mirë po ka edhe kërcënime direkte të cilat
pse ke bërë këtë lajm, pse ke bërë atë lajm dhe forma të ndryshme të cilat ndoshta nuk do ishte etike për të përmendur në televizor. Rrjetet sociale tani janë duke bërë zhurmë dhe normalisht të gjithë janë të fokusuar tek rrjetet sociale, mënyra më e lehtë për të arritur tek një lajm. A mendon se janë duke zhdukur dal nga dal edhe apo duke dobësuar gazetarin klasike? Shiko, rrjetet sociale tani i duam apo nuk i duam janë realitet, edhe duhet edhe mediat si ato tradicionale, si ato online, tani më kanë filluar të përshtaten që edhe lajmet, produktet e tyre që ti vizualizojnë në për forma, në për korniza apo në për mënyra të ndryshme të rrjeteve sociale të cilat po i preferon audienca. Kanë ndikim, mirë po unë mendoj se i qëndroj stoik asaj që du me thënë një media klasike dhe pa diskutim qofshin ato mund të promovojnë edhe përmes rrjeteve të ndryshme sociale, mirë po gjithnjë ekziston opsioni për të çuar direkt tek përmbajtja e plot dhe që në fund të ditës ajo ka rëndësi. Ajo ka peshë dhe vlerë. Pak më herët para se të futemi në emision diskutuam për lajmet e reja dhe dezinformacionet që janë bërë tani më një sfidë globale. Si mund që të punojmë më shumë dhe t'i zhdukim dezinformacionet që edhe ata që na lexojnë, që na shikojnë, sytë dhe veshët i kanë katër nga ne dhe gjithë besueshmërinë kanë tek ne dhe mos të dezinformohen me një lajm të rrem vetëm për shkaqe subjektive apo objektive. Unë mendoj se si shoqëri në Maqedoninë e Veriut jemi dobët mediatikisht të edukuar. Dhe mendoj se një çështje shumë e rëndësishme e cila do ndikonte në këtë, sepse lexuesit, sidomos ato moshat më të shtyera, mendojnë se çfarëdo që ju shfaqet në ekran është e vërtetë. Këtë dua të them se ata sytë që nuk është gjithnjë ashtu. Domethënë unë do kisha thënë që me edukim mediatik ta fusim nëpër kurrikulat shkollore, trajnime të ndryshme, ekzistojnë forma të ndryshme, pse jo, të cilat në fund të ditës të kemi gjenerata të edukuara mediatikisht të cilat do t'i bëjnë ballë këtyre dezinformatave, sepse në vendin tonë me të vërtet është i pakët rrethi i mediave dhe organizatave të shoqërisë civile të cilat po i luftojnë këto dezinformata dhe është në anën tjetër shumë e vështirë t'ua bësh të qartë opinionit apo sidomos këtyre moshave më të vjetra se është një lajm i pavërtetë, ato thonë jo është i vërtetë, e kam lexuar në 2-3 vende domethënë. Edhe kjo është se dezinformatat domethënë shpërndahen shumë shpejt i ke gjithandej dhe në fund të ditës për këta lexues është shumë e vështirë që ta bëj dallimin në fund të ditës se çfarë është e vërtetë, çfarë është jo e vërtetë, çfarë mban pesh, çfarë nuk mban pesh, çfarë është lajm i mirë dhe çfarë është lajm i keq, sepse kohë të fundit kemi filluar t'i përzijem këto çfarë është lajm i mirë, çfarë është lajm i keq dhe ngjashëm. Tek barazia gjinore pak dua të ndalem, a është kjo një sfidë moderne e cila ende nuk është fituar? Barazia gjinore domethënë zanafillën e ka që në të kaluar. Nëse flasim për në media, edhe domethënë edhe në media në Maqedoninë, flasim për në media. Okej. Edhe në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë pabarazi gjinore në sferën e media, sidomos tash lexova një raport të fundit se në Maqedoni kishte më shumë gra gazetare, gra vajza se sa burra dhe djem. Në anën tjetër, domethënë përsëri, si në shumicën e sferave të tjera, në pozitat vendimarrëse për shembull, janë burra. Ishin më shumë janë burra se sa gra dhe vajza, që tregon se domethënë edhe në media domethënë duhet të punohet në këtë drejtim. Edhe vetë media fillimisht ta pastroj oborin e vet, le të themi, të pastaj të avokoj për çështje të tjera, sepse ne në media jemi mësuar të trajtojmë të gjitha padrejtësitë, të gjitha problemet e të gjitha fushave të tjera, ndërkohë kur vjen puna tek vetja, sikur nuk po i shohim, i injorojmë. A mendon se temat dhe rolet kryesore, temat kryesore më shumë ju besojnë burrave apo grave? Po kjo është diçka tradicionalisht tani më e trashëguar që përgjigja besoj që gjithë ka nevojë ta them. Pak më herët edhe diskutuam në këtë kohën e influencerëve tani dhe përmbajtjes së shpejtë, ku ngeli gazetaria e vërtetë? Gazetaria e vërtetë aty është, nuk është zhdukur, varet se çfarë kërkojmë. Mirë po, kohëve të fundit, siç tani më e kam thënë edhe disa herë, po i përzihem përsëri këto shartet, nëse mund të themi, po ngatrohet gazetaria me influencerët, me marketingun, me promocionin, tentojnë t'i ndërlidhin njëra me tjetrën, e cila në fund të ditës e dëmton gazetarin. Ndoshta mund ta ndihmoj marketingun, mirë po e dëmton gazetarin e vërtet, po i dëmton
gazetarët e vërtet, ata të cilët në fund të ditës vrapojnë çdo ditë në teren, po vrapojnë ta kapin lajmin, të nxjerrin në fund të ditës një paregullsi që në fund të ditës të zgjidhet ajo dhe në fund dalin këta të cilët të veç shpallur, edhe të veç shpallur ka disa që janë shpallur tani, me veç shpallur më gazetarë, kinse ata që kanë gazetarë në fund të ditës ata nuk kanë djenin apo nuk e din se çfarë është lajmi në rast të parë, çfarë është lajm, çfarë është gazetaria dhe dalin ne jemi gazetarë. Mendojnë se të mbash një mikrofon dhe të parashtrosh pyetje pa lidhje në fund të ditës, një anketë me pyetje të cilat nuk janë as argëtuese, me vjerën apo vjerën. Pyetje të nivelit të tillë dhe kjo është. A mendon se mediat kanë besueshmëri? Mediat, po. Mendoj se do me thënë ka mediat të cilat e kanë ruajtur besueshmërinë e tyre ndër vite. Si është më e lehtë, shumë keq e bëra pyetjen, si është mënyra më e mirë për ta ruajtur besueshmërinë ata më që veç se e kanë? Mënyra është për t'i qëndruar, për t'i respektuar parimet gazetareske dhe kodin etik. Nuk ka ndonjë formulë të jashtëzakonshme për të qenë një media e besueshme. Thjesht respekto, do me thënë, kodin etik, të gjitha ato rregulloret profesionale dhe kjo është, dhe për të qëndruar, do me thënë, një media e besueshme nuk ka ndonjë filozofi të madhe. Ja, po ndoshta po lavdërohem pak, mund të them, te media në të cilën punoj, Portalbi, edhe vitin e fundit, do me thënë, sipas anketës IRIT, doli si media më e besueshme shqiptare online në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo dëshmon se do me thënë ndër vite nuk janë shkelur këto parime të cilat edhe vetë tani më gazetarët, kolegët, gjithnjë e themi se nuk ka nevojë për të respektuar kush e di unë çfarë. Mjafton ta respektojmë kodin etik, ta promovojmë atë mes vetes dhe kështu nuk do të ketë nevojë edhe për ndikime të jashtme, qofshin këto politike, nga qeveria, nga parlamenti, partitë politike apo qendrat e tjera të fuqisë. Edhe kjo do me thënë na sjell përsëri tek ajo liria, besueshmëria e medias. Në fund tash se tani më kujtua kishim edhe ndryshimet ligjore së fundmi që kaluan në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, ku do me thënë u promovuan sikur ndryshime shumë evropiane, mirë po që në realitet doli se janë pjesërisht të tilla dhe që organizatat të ndryshme do me thënë alarmuan se nuk i përmbushin në tërësi të gjitha ato normat e standardeve të Bashkimit Evropian apo ligjit evropian për lirinë e mediave. Këtu përsëri edhe ne si portal, por edhe si Metamorfozis kishim një letër qëndrimi publike ku do me thënë i listuam të gjitha. Qëndrua stoikisht Besnik po? Po, ato do me thënë pikat ku duhet të bëhet ndryshim. Do me thënë qëndrojmë për një ligj gjithëpërfshirës i cili do t'i zgjidhë të gjitha çështjet e hapura dhe jo do me thënë të jetë pjesërisht siç u bë tani. Pa diskutim është për të përshëndetur kjo iniciativë. Dal nga dal, po. Po do me thënë të bëjnë dal nga dal, mirë po qëndrojmë për një ligj gjithëpërfshirës i cili do t'i rregullojë të gjitha këto çështjet e hapura, qoftë kjo do me thënë harmonizimi të jetë i plot me ligjin evropian për lirinë e mediave, me legjislacionin evropian të Bashkimit Evropian, kapitulli 23 ku bien edhe mediat do me thënë të fokusohet më shumë edhe tek liria e mediave, do me thënë reformat të jenë më të thella, më konkrete, patjetër të ketë kornisë ligjore më të mirë që duhet të jenë dhe të respektohet në fund të ditës. Pastaj edhe për mediat lokale dhe mediat e specializuara, sfidat me të cilat ato përballen, padite ndryshme me të cilat po ballafaqohen gazetarët dhe në fund të ditës do me thënë ligji të jetë gjithëpërfshirës dhe mos të jetë pjesërisht në përputhje me rregullativat e Bashkimit Evropian. Përmende kodin etik, se sa i përshtatemi kodit etik në gazetarët në Maqedoni, sa respektojmë kodin etik, një gjë që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për një gazetar të denj. Pa diskutim, kodi etik është A-ja, B-ja, C-ja, C-ja deri tek G-ja për gazetarët. Do me thënë gazetarët duhet të udhëhiqen nga i kodi etik. Se përfshin gjithçka kodi etik, se njerëzit e keq kuptojnë, po kodi etik shumë është komplet alfabeti. Po, i gazetarisë respektohet, mirë po kemi edhe këto mediat apo pseudomediat e ditës së sotme që kanë dalë në sipërfaqe si ato kërpudhat pas shiut, që në fund të ditës po e shkelin, të jemi realisht, do me thënë kur ka ngjarje, ku ta diun ngjarje
më senzitive, më dalin disa gazetarë që nuk e dim nga dalin, nuk e kemi parë dhe dëgjuar asnjëherë dhe po raportojnë me pamje, me video senzitive, trishtuese, të cilat në fund të ditës e shkelin jo vetëm disa dispozita, po e shkelin me dy këmbë atë kodin etik. Mirë po mediat tradicionale dhe shumica e këtyre mediave online serioze ta bëjmë dallimin, po e respektojnë, mirë po ka shkelje aty këtu, të cilat në fund të ditës po dokumentojnë për çdo ditë dhe po ka reagime nga shoqatat e medias dhe të ndryshme. A ka shpresë te gazetaria e re, ajo e brezit të ri të jetë më e lirë dhe më e guximshme se më herët? Kjo është një çështje shumë e dhimbshme, do kisha thënë, sepse interesi për gazetarin tek gjeneratat e reja fatkeqësisht është në shuarje apo në vdekje klinike. Nuk e di, nuk po e shohin sikur si një profesion interesant. Profitabil ndoshta nuk e shohin. Edhe profitabil ndoshta nuk e shohin. Dhe do me thënë fakultetet e gazetarisë, drejtimet po i kemi bosh. Janë me nga 1, 2, 3, 4, 5 student që në fund derisa të përfundojë cikli i studimeve, shumica edhe vendosin ta braktisin dhe kur mendojmë për gazetarin gjeneratat e ardhshme, kjo është një pikpyetje shumë e madhe të cilës ndoshta nuk dihet të jap përgjigje, sepse me këtë realitet që po shohim në praktik, po i shohim klasat e universiteteve bosh, në gazetari mendoj se është një thirrje dhe kjo është një krizë e madhe. Qoftë kjo ndoshta edhe një alarm edhe për vetë media që ndoshta të reformohen në këtë drejtim, që të krijojnë kushte më të mira, që ju japin përparësi gazetarëve të rinj, që në fund të ditës edhe ata nesër të bëhen si ne gazetarët e së sotmesh, dhe të bëjnë ndryshimin, të raportojnë, do me thënë që në fund të ditës të ketë një ndryshim sa do i vogël qoftë, ajo është një sukses në vete në fund të ditës dhe kjo është qëllimi, sepse me hapa të vogël arrin tek ata të mëdha. Edhe për në fund një mesazh për të gjithë ata të rinj që duan të merren me gazetari dhe kërkojnë informacione të lira, por që kanë frigën e kanë atë ndroje në vete se shumë njerëz për shumë tema, jo vetëm në gazetari, për shumë profesione, duan diçka, po nuk e kanë besimin në vete, nuk e kanë atë dikën nga mbrapa që t'i shtyjnë dhe ngelin aty ku janë, ngelin në komfort zonën e tyre, vetëm e vetëm që mos ta bëjnë një ndryshim për shumë arsye apo tabu tema në kokën e tyre. Një mesazh shumë të fortë për të gjithë ata që duan të bëhen gazetar, duan që zëri i tyre të dëgjohet, po që nuk e kanë guximin. Atëherë mesazhi do ishte nëse doni të bëheni gazetar, do me thënë keni zgjedhur një profesion shumë të guximshëm, sepse jo më kot njët edhe si pushteti i katërt që mund të bëjnë ndryshime shumë të mëdha, të cilat në fund të ditës ndoshta nuk mund t'i bëjnë edhe institucionet apo të tjera. Guximi, frika, nuk duhet të keni frikë, absolutisht, nëse jeni i qëndroni stoik asaj në të cilën besoni, mendoni dhe keni të drejtë, gjithmonë duke u bazuar në të dhëna të sakta dhe në fakte, nuk duhet të frigoni nga askush, peripeci, sfida mund të ketë gjatë kohës, gjatë rrugtimit, mirë, por nuk duhet të ndaleni të harxhoni energjinë aty, qëllimin duhet ta keni diku më larg se ku doni ta arrini dhe këto do me thënë vetëm shiheni sikur beteja të vogla gjatë rrugës, të cilat pa diskutim se do t'i fitoni nëse i qëndroni, nëse vërtet e doni këtë profesion dhe doni që në fund të ditës të bëni një ndryshim në shoqërinë tonë. Fisnik, unë të falemnderit shumë për këtë intervistë kaq të bukur, këtë detaje kaq të sakta, këto informacione kaq koncize, të cilat besoj se edhe ata që na panë sot, edhe ata që kishin dyshime se atë të merren me gazetari, do ua kthej mendjen dhe do i bëjmë për vete që ti kemi kolegë në të ardhmen. Shpresoj shumë. Faleminderit. Të faleminderit.